Macja, kur kam studiu macën, ato janë qenie ndërdimensionale. Sikur edhe shikojnë është qenie ndërdimensionale. Sikur edhe ujku është qenie ndërdimensionale. Sikur edhe qenë. Po ashtu. Pra ka disa krijesa, delfinë. Maca ka ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Do të thënë shef gjithçka prej, po të lexosh Vadim Zeland, shef edhe frekuencët e ulta, edhe frekuencët e larta. Kush janë frekuencët e ulta? Janë ato që në librat e shenjtë, po themi fetar, në Kur'an quhen xhin, kështu në radhë. Po ashtu shikojmë edhe frekuencët e larta. Kush janë frekuencët e larta? Janë engjëjt, janë xhin dietar, shërues kështu në radhë, sepse ka edhe në frekuencë të ulët edhe në frekuencë të lartë ka xhin. Tashti, sikur macja shef të dyja llojet e frekuencave, xheli sheh frekuencët e larta. Kur fillon e kënon në 3-4 mjesit, aty se ne jetojmë një realitet ku ka botë paralele, ka dimensione paralele. Edhe janë duke udhëtu kryesisht mëngjes herët, për shkak për ne edhe këshillohet lutja, falja mëngjes herët, në 3-4 mjesit. Sepse është më e ndjeshëm, pse se kalojnë engjëjt me ato. Edhe xheli kur kënon, ndihet se janë duke kaluar engjëjt, domethënë. Se xheli mund të kënojë ty edhe në 7 mjesit, po në 3-4 zakonisht. Gomari, ai shef frekuencët e ulta. Është shumë i ndjeshëm te frekuencët e ulta. Qoftë lart ka xhin që duke kaluar. Edhe pa shkak po e të tjerë. Ke pa macet për shkak që gërthisin edhe pa shkak? Po. Najer. Po. Ose bajnë agresive najer. Po. Ai duhet kalu diçka që përket një frekuencë të ulët. Ato e sulmojnë edhe. Por ne edhe janë mbrojtës e shtëpisë. Po ta kesh macet nuk është se po të mbrojnë vetëm prej mijëve. Do kuptoj. Mijët janë në, po themi, realitetin fizik. E kuptoj. Realitetin metafizik. Ajo që nuk shihet, ajo është shumë e rëndësishme me pas pastër.